Mjekët me urdhër të prerë. Mos e konsumoni vajin e ullirit nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Vaji i ullirit është një nga ushqimet më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Përmban fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi lineolik dhe gjithashtu ai palmitik. Acidi oleik dhe yndyrat esenciale, të cilat bëjnë pa diskutim mbretjen e tryezës për një shëndet më të mirë dhe më të fortë, duke e cilësuar vajin e ullirit si një zgjidhje mjaft të mirë për të konsumuar në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Konsumi i tij është i sigurt nëse merret ashtu si duhet nga goja ose aplikohet në lëkurë. Mirëpo, studime të ndryshme kanë treguar se para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vaji i ullirit nuk është i tolerueshëm nëse konsumohet në këto gjendje. Sipas Healthline, në këtë video do të rëndisim rastet kur vaji i ullirit nuk duhet të konsumohet në dietën tuaj, pasi mund të kundërveprojë me një sër problemesh të shëndetit. Nga diabeti i lartë. Nëse jeni duke marrë medikamente për diabetin, ekspertët këshillojnë të mos e përdorni vajin e ullirit. Vaji i ullirit mund të ulë nivelet e sheqerit në gjakun tuaj. Për këtë arsye, personat e prekur nga diabeti dhe që janë duke marrë medikamente duhet të kontrollojnë vazhdimisht nivelet e glukozës ndërsa e përdorin vajin e ullirit, në mënyrë që ai të mos ndikojë në përkeqësimin e situatës suaj ose në një rënje drastike të niveleve të sheqerit në gjak. Mos e konsumoni vajin e ullirit përpara se të kryeni ndërhyrje të ndryshme kirurgjikale. Vaji i ullirit mund të ndikojë tek nivelet e sheqerit në gjak, duke ndikuar kështu në mbajtjen nën kontroll të tij gjatë dhe pas operacionit. Mos e përdorni vajin e ullirit të paktën 2 javë përpara një operacioni të planifikuar, në mënyrë që ai të mos ndikojë negativisht në çështjen tuaj shëndetësore. Mos konsumoni vaj ulliri nëse po trajtoheni për tension të lartë të gjakut. Përdorimi i vajit të ullirit së bashku me ilaçet për tensionin e lartë të gjakut mund të shkaktojnë ulje këtij të fundit për më shumë se vlerat normale. Duke përkeqësuar kështu situatën tuaj, ekspertët këshillojnë të mos e përdorni atë në dietën tuaj të rregullt, pasi mund të kundërveprojë edhe me medikamentet e tensionit. Gratë shtatzana dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji, sipas Healthline, duhet të tregohen më të kujdesshme me përdorimin e vajit të ullirit. Ekspertët tregojnë se përpara se ta përdorni atë, konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë për të evituar kështu edhe problemet që mund të ndikojnë në shëndetin tuaj pas përdorimit të tij. Tregohuni të vëmendshëm dhe përdoreni vajin e ullirit ashtu si duhet, në mënyrë që ai të mos kundërveprojë edhe me ndikimet negative për shëndetin edhe me komplikacionet e organizmit. Ekspertët tregojnë gjithashtu të mos e përdorni vajin e ullirit për skuqje. Vaji i ullirit është jashtëzakonisht i mirë për shëndetin e zemrës, por bëhet i dëmshëm kur e ekspozoni atë në temperatura super të larta, edhe kjo mund të shkaktojë gjithashtu komplikacione të tyre dhe të rëndojë më shumë organizmin tuaj. Ekspertët tregojnë se vaji i ullirit nuk është i mirë të përdoret në zgar. Ka shumë receta marinimi të ndryshme, por nëse e piqni atë për një kohë të gjatë, vaji i ullirit do të humbasë vlerat e tij ushqyese. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e tij, mund ta përfshini atë në sallata ose edhe në gatime të lehta, ku nuk kërkon edhe një nxehje përtej normës lejuar dhe humbjes së elementeve ushqyes të tij. Vaji i ullirit sipas Healthline është një nga produktet më të mira për të përdorur si duhet, por në disa raste duhet të jeni më të vëmendshëm me përdorimin e tij për të evituar kështu gabimet dhe për të mos ndikuar në çështjet tuaja imunitare. Ekspertët e Healthline tregojnë se përfshirja e vajit të ullirit çdo ditë në dietën tuaj të rregullt mund të kthehet në një aleat të vërtet për organizmin. Në këtë video, sipas ekspertëve, do të rëndisim
Përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i rregullt i vajit të ullirit dhe rastet kur duhet ta përdorni me patjetër atë çdo ditë në ushqimet ose edhe në gatimet tuaja të përditshme. Vaji i ullirit, edhe pse zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë që të merrni edhe përfitimet maksimale për shëndetin. Njihet për efektet pozitive për shëndetin e zemrës, për mrekullinë që bën në trup dhe shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë gjedhe me vaj ulliri. Kjo gjë do t'i ofrojë trupit tuaj 10 përfitime mbreslënse. Ajo mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen dhe entjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave. Prandaj mund të cilësohet si një produkt fantastik për të ushtuar me patjetër në dietën tuaj. Vaji i ullirit është një element pozitiv edhe për personat që duan të humbasin në peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që tregoi se vaji i ullirit ndihmoi në humbjen e kilogramëve të tepër dhe përmirësoi peshën e këtyre personave. Vaji i ullirit është një element fantastik për të ushtuar në dietën tuaj, sidomos edhe në rastin e problemeve të kujtesës. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të fortë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë, duke listuar kështu vajin e ullirit një prej elementeve më të mirë ushqyes për të përfshirë me patjetër në dietën tuaj. Vaji i ullirit do t'japë rezultate fantastike edhe në shëndetin tuaj të kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që të cilët të vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet edhe me vajin e peshkut. Gjithashtu, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërësit që gjenden tek vaji i ullirit përmirësojnë edhe lehtësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit, të cilat shkaktohen kryesisht edhe nga problemet e artritit. Vaji i ullirit do të zvogëlojë inflamacionet. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë edhe në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e zorëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë edhe probleme me ulçrat. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakterie dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese dhe ushqyese në dobi të organizmit. Ndaj, pasurimi i tij në dietën tuaj mund të cilësohet si zgjedhja më e mirë ushqyese. Elementët ushqyes të vajit të ullirit do të luajnë një rol të mirë edhe fal antioksidantëve të tyre. Vaji i ullirit është gjithashtu mjaft ushqyes. Përveç acideve të dobishme, ai mban sasi modeste të vitaminës C, vitaminës K dhe C, por vaji i ullirit është i ngarkuar edhe me antioksidantë të fuqishëm. Këto antioksidantë janë biologjikisht aktiv dhe mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kronike. Prandaj vaji i ullirit mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj të trupit. Ekspertët këshillojnë përdorimin e vajit të ullirit brenda normës së lejuar si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të keni në dietën tuaj të rregullt, citon Healthyside. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.